vërshojnë kritikat për Mevlanin në fotot e para festive me vajzën May. Ky fundvit nuk është si gjithë të tjerët për ish banorin e Big Brother VIP Kosova 3, Mevlan Shabën. Për herë të parë në jetën e tij, ai po i pret festat e dhjetorit me epitetin më të bukur, atë të babait. Mevlani ka ndarë me ndjekësit në Instagram disa imazhe teje të ëmbla pranë pemës së Krishtlindjes, ku protagonistja absolute është vogëlushja e tij, May. E veshur me një fustan festiv dhe një fjongo të kuqe, May ka rrëmbyer zemrat e të gjithëve, ndërsa Mevlani nuk e ka fshehur lumturinë e madhe në këtë vit jubile për të. Ndonë se atmosfera në foto është magjike dhe Mevlani po shijon çdo moment të këtij kapitulli të ri, seksioni i komenteve është pushtuar nga vërejtjet e ndjekësve. Për publikun që e ndjek hap pas hapi, diçka e rëndësishme mungon në këtë portret, nëna e vajzës. Kritikat e ashpra, e kompletuar do të ishte me mamin.